rëndësishme. Ne natyrisht kemi raportuar gjatë tërë ditës për atmosferën fantastike, por tashme këtu do të jemi së bashku edhe me kolegun nga Telesport Anton Cicani, natyrisht për detajet e fundit nga kjo sfidë. Anton, me pak se 30 minuta nga fitoria ndaj një rivali si Serbia, dhe padyshim që ne shpresojmë që Shqipëria sot ta fitojë këtë ndeshje. Unë uroj shumë që ta fitojmë, është një moment për ne që kjo ndeshje bën shumë diferencë, sepse nëse ne sot mund të humbim, që është rezultati më i keq që asnjë nuk do ta uronte sot, është një goditje shumë e madhe psikologjike, sepse unë kujtoj rastin në Elbasan, ishim me fat që ndeshjen e fundit e kishim me Armeninë që nuk kërkonte asgjë nga turnamenti, sepse ndryshe do e kishim mjaft vështirë në Armeni që të fitonin për të siguruar kualifikimin. Kësa radhe bëhet dhe më e vështirë sepse nëse Serbia të fiton në Tiranë, është gati e pamundur që ne të shkojmë në Serbi dhe të fitojmë, sepse kundërshtarët që janë grup dihet që dhe Serbia do marri pikët maksimale me ato, përjashto Anglinë, që është kocka më e fortë e grupit dhe që mendoj që do dalim vend parë, ne luajmë për play-offin. Unë uroj që çunat e kombëtare sot për te patriotizmit, për te emocioneve, për te gjithave, të futen fush me idenë për të fituar ndeshjen, ashtu si e kam përgatitur dhe kryesorja është pa patur frikë ndret, sepse nëse kanë frikë, atëherë bëhet e vështirë çdo gjë që në fillim. Si të duk Anton formacioni startus i kësaj ndeshje, do shta kemi pritur një formacion tjetër me disa futbollistë tjerë, por që në momentet e fundit Silvinho vendosi për disa befasi. Në fakt, këto befasi ai përmendi pak në konferencën e fundit, tha mund të ndodhë gjithçka. Unë formacionin tim e kam në kokë, por do shohim deri nesër para se të fillojë ndeshja mund të ndodhë gjithçka. Tre ndryshimet tashmë i dim që Ramadani ulet në stol dhe luan Sheu dhe në sulm projektojë më shumë Daku, por do të luaj Manaj dhe sigurisht në mbrojtje Ajeti. Unë isha për Ismailin them të drejtën, sepse Ismaili dhe Gjimshiti kanë qenë muri jonë në mbrojtje në qendrën e mbrojtjes, por dhe Ajeti ka performuar mjaft mirë, kështu që është e vështirë zgjedhës mes të dyve, dhe trajneri ka preferuar Ajetin ndoshta edhe për topat e lartë dhe goditjet standarde. Vetëm së fut në kësi analiza se mandej Gjelozën Faruku dhe Leci Ismeti nga studio atje në Prishtinë. Mirë, Anton, duke e parë natyrisht këtë ndeshje shumë të rëndësishme, e çfarë mund themi pra para kësaj sfide, cili do të ishte ai mesazhi, duke ditur që kemi një rival dhe natyrisht ndalim pak para se të hyjmë së bashku sa dim tek konferenca e selektorit PIX i Serbisë, i cili befasoi me atë paraqitje ndoshta mund të themi shumë diplomatike. Unë mendoj që ato janë si karamelet që i jep fëmijëve të vegjël, përpara se ti thuash diçka dhe ti marrësh me të mira. Unë nuk mendoj dhe nuk e besoj kurrë që asnjë futbollist ose asnjë stafi të Serbisë mund të përdori fjalë të mira për Shqipërinë. Në eksperiencën time kjo nuk ka ndodhur kurrë. Dhe nëse doni të shikoni se sa të mirë janë këta që hiqen si të mirë, do të shikoni ndeshjen e dytë kur të vi momenti dhe do ta kuptoni më shumë. Besoj që gjithë e din, por bëjnë sikur nuk e din që do ndodhi kjo. Doja shtoja një element tjetër që mua më erdhi shumë keq. Kam biseduar me shumë djem të asaj kombëtare në Beograd në 2014 dhe mund të them që 80% atyre nuk janë siguruar me bileta nga Federata Shqiptare e Futbollit. Nuk janë siguruar me bileta. Preferojnë që në stadium të vinë influencer, tiktoker, doganier, politikan, deputet, por ato që kanë ndërtuar këtë kombëtare, që kanë shkruar historinë me këtë kombëtare, duhet ta sigurojnë biletën qoftë edhe në tregun e zi si gjithë tjerët. Po, Cicani, ne të falenderojmë shumë për kohën se do të kemi edhe ne një rregullore për të futur në stadium ku kanë mbetur vetëm pak para fillimit të kësaj sfide. Një parashikim kështu jo alla Faruk Statovci vetëm. Okej, parashikim alla Denis, kolegun tim, 2-0 ose 3-0. Parashikim si Cican, një 1-1, po uroj që golin e fundit ta shënojmë ne, sepse ngre pesh gjithë stadiumin.